Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do të fillojmë me i shpjegu 6 shtyllat e namazit. Deri sot, deri në xhuman e kaluar, kemi folë për kushtet e namazit. E sot do të flasmi për shtyllat e namazit. Çka nënkupton kusht edhe çka nënkupton shtyll, që të jemi të qartë. Për shembull vëllezër, njeriu kur don me ndërtu diçka, i siguron kushtet. Për shembull, hekurin, betonin, zallin, ku diçka. Çto janë kushtet që kemi shpjeguar në 6 më herë namazit. Çka janë shtyllat? Që to kushte do të më ba shtyll për me qëndru objekti. Për këtë arsye në fikun islam ka ndallim kushti edhe ka dallim shtylla. Në fikun islam, në jurisprudencën islame, kur diskutohet për detajet e një çështje, një mesele, diskutohet a është kusht, a është shtyll. Dhe këtu ka pasaj shpesher mos pajtime mes juristave, po nëse kemi temë këtu, sepse kjo është temë tjetër, nuk është për xhami. Se neve për në intereson me shpjegu fejen, me kuptu fejen. Ne vëllezër e dashur në xhami mundohemi që me punë të gatshme fjalien me kuptu për çfarë po bën fjalë, pa dashur me hyrë në detaje profesionale. Por sot do të flasmi për shtyllat e namazit. Kemi thënë në xhuman e kaluar, janë 6 kushte dhe kemi shpjeguar një ka një. Dhe tash prej sotit fillojmë me shpjegu shtyllat e namazit. Nëse njëna prej tyre shtyllave lëshohet me qëllim, namazi prishet. Nëse njëna prej 6 shtyllave të namazit lëshohet me qëllim, namazi prishet. E cilat janë shtyllat e namazit? Namazi ka vëllezër 6 shtylla. Një e para është tekbiri fillestar. Për shembull, ke ardhur në xhami, i ke plotësuar ato kushtet e mëhershme dhe ke imbrana në xhami. Tash do me fal namaz. Shtylla e parë e namazit është tekbiri fillestar. Me thon Allahu Akbar dhe me ngri durt. Do ta shpjegoj tash një ka një masanena. Kjo është e para, tekbiri. E dyta, qëndrimi në kam. Është prej shtyllave të namazit. Nëse ulesh pa arsye, të prishet namazi. Qëndrimi në kam është shtyll. E treta është leximi i Kuranit. Dhe pastaj do të shpjegojmë çka nënkupton leximi i Kuranit namaz. Shtylla e tretë. E katërta është rukuja. Me bë rukun mirë, që do t'i shpjegojmë një ka një. Çdo hutbe ka çdo lexall ka një. Rukuja. Pastaj ngritja për rukuz dhe sejdja e 5-ta dhe qëndrimi në tejat e 6-ta. Njëna prej çetëne mos moralizu prishet namazi. Njëra prej të kushteve, shtyllave, mos moralizu mënyrën e mirë, namazi prishet. E tash kthehemi te e para, te tekbiri fillestar. Çka nënkupton tekbiri fillestar? Dhe si bën tekbiri fillestar? Kur dojna me hyrë në namaz, drejtohemi ka kibla, që kena mësu më herët, edhe i ngritmi durt, dhe në transmetime kanë ardhur 3 forma të ngritjes së durve. Në transmetim për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur 3 forma ngritjes së durve, s'ka 4 as 5. Janë 3. Me një transmetim që transmeton Wail bin Hujr, një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë i na fal na shok mas Rasulullahit, dhe ai ka ngrit durt dhe i ka bën majet e gishtave paralel me mesin e veshve. Dhe ka thonë Allahu Akbar. I ka afru afër veshve.
dhe ka thonë Allahu Ekber. Në transmetim tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lshu majën e gishtit nërvesh dhe ka thonë Allahu Ekber, dhe një transmetim tjetër i kanë lshu pak më poshtë. Cilin do që ta marrni për këtyre trijave është e saktë. Por nën, sepse hadithi është i saktë. Por nën në medhhebin Hanefi e marrni këtë parin. I çojmë durt në drejtim të veshit dhe themi Allahu Ekber. Ta shtroj pyetja, a lejohet me prek veshin? A lejohet me prek veshin? Dhe a prish punën se prek veshin? Fare s'prish punën, desh prek e veshin, desh mos e prek. Pse? Sepse me milimetra nuk ka fol pejgamberi. A di pse po i them të fjalë? Se ina sprovu si popull me disa njerëz ignorant që kanë për qëllim me shkatru gjithçka në xhamia. Me dy të broshura dhe vinë e bojnë rromu xhamin. Unë këtu nuk i lejoj. Në xhamin këtu nuk lejoj asnjë ideologji tjetër. Përveç asaj që është e saktë për Resulullahit dhe që është shpjeguar për libra. Kush mendon që ne flasmi pa argumente, le ta zgjedh kudo debatin, unë jam i gatshëm të përgjigj. Por me bë debat intelektual. Jo pralla. Ne nuk e bajmë Kosovën Siri. Me shkatru gjithçka përmes dietarëve fals, të cilës s'ia vden emrin kërkush atyre. As origjinën, edhe mani përsipën flasin për Islamin. Islami është i madh, akademi. Dhe ne kemi për obligim me mbrojtje të din, me argumente. Pra vëllezër e dashur, që t'jemi qartë, me ngrit durt dhe me thonë Allahu Ekber, është sunet. Nëse ngrit durt e ke respektu një sunet. Por me thonë Allahu Ekber është patjetër. Fjala Allahu Ekber është patjetër. Nëse lidhësh namaz i çon durt, edhe nuk thua Allahu Ekber, nuk je lidh namaz. Fund e kryer namazi prishet. Pse? Sepse tekbiri fillestar është shtyllë për shtyllat të namazit. Edhe i thonë arabisht tekbir tahrim. Në farforme tekbiri që sinalizon se tash je kufizu në veprime. Për shembull, çka tu ka leju jashtë namazit, lejohet namaz. Por këtë arsye thonë tekbiri cenzurues, nëse buna me përkthy shqip adekuat këtë term. Pra fjala Allahu Ekber është e domosdoshme, ndërsa ngritja durve është prej suneteve të Resulullahit. Na në shkollën juridike hanefite ne ngritmi durë të vesht dhe themi Allahu Ekber. Ndoshta dikush i shon më poshtë, s'ka problem, është çështje tine e zgjedhur. Dikush tjetër ala më poshtë dhe këtu, ama kështu mu lidh namaz. Kështu, e kështu shpobojnë do të ri, X nuk ka argument për Resulullahit. Kjo është abuzim me fenë Allahut azza wa jall. Është abuzim me fenë Allahut azza wa jall. Feja ka estetik, dhe këtë estetik ne ka mësu Resulullahi. Pra të dashur vëllezër, në namaz do të patjetër me thonë Allahu Ekber. Për shembull, kur pe falmi namazin e xumas, edhe imami thot Allahu Ekber me zan, edhe i çon durrë dhe thot Allahu Ekber. Edhe ju në heshtje do të me thonë Allahu Ekber. Nëse s'thua Allahu Ekber, nuk je lidh namaz, ki namaz. Që fjale ki borx me thonë. Se dhja e kemi qartë. Ka disa gjana që i kryin imami. Mas kësaj fjale Allahu Ekber, edhe kur gjanë mos diç namazin e kitë plot, sepse e lidh mas imami dhe imami e merë përsipër fun e krye këtë çështje. Ama nëse s'thua Allahu Ekber, i bjen që ti nuk i ke bashkangjit imami, ti nuk e lidh namaz. Dhe pse po e shpjegoj këtë çështje? Sepse shpesh herë vëllezër, që kena me shpjegu më vonë, kur të vanohet dikush, e neve na znet uron në ruku, shpesh herë vinë trit, hiç pa thonë Allahu Ekber, në mëgjitet neve dhe lidhet në ruku. Jo, s'ki namaz, Allah. Nuk hi namaz.
Nëse s'thua Allahu Akbar, nuk i namaz. Do të më thonë Allahu Akbar, pastaj shkofte poshtë Allahu Akbar dhe bashkangjet ju imamit. Ama nëse se thu tekbirin fillestar, nuk i namaz. Pra kjo është shtyllë e parë e Islamit. E namazit, ku e kemi marrë këtë argument, na? Transmeton Ebu Hurajra. Thot ishmi një ditë në xhami. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pa një njeri ka falte namaz, si thot populli shkel e shko. Dhe i dha selam shpejt e shpejt dhe përshëndetje Rasulullah. Rasulullah i tha ktheu dhe fali namazin. Ta e detyroj me fal 3 herë. Në tretën herë tha ja Rasulullah, nuk di më mirë. S'di që fal namazin unë më mirë. Atëre thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi namazin dhe i tha: kur të lidhësh namaz, qetësohu nërë mirë, qetësohu mirë, vën kontroll aspektin psiqik, shpirtëror tanin, binde veten se para kujt e tu lidh dhe i qet thuj Allahu Akbar. Dhe pastaj tha, vënohë dorën e djathtë mbi të majtën dhe thot vënohë dorën te kërthinza. Dhe me një transmetim tjetër quhet dorën më lart. Të dy janë sakt. Të dy hadithet janë të sakta për Rasulullahit. Në dhëbin tonë mënojmë dorën e djathtë mbi të majtën, që do vi më vonë shpjegojna, dhe vënona tek kërthinza. Dhe lidhmi namaz. Dhe i thot pejgamberi sam, lexo pas kësaj fjale, pas e lidh namaz, rrin kam. E para, e dyta, e treta, lexo çka din pe Kuranit, hadithin e të Buhariu. Nuk i thot lexo e Fatihan, po i thot lexo çka dish pe Kuranit. Sepse leximi i Kuranit është fart, që ma vënë me shpjegoj. Dhe pastaj thot kur shkon në ruku, shko ka dal, Allahu Akbar, dhe shkon në ruku, drejtoje mirë korrizin, sepse nëse mundesh me drejtu korrizin mirë, çish bën rukuja, edhe nuk e ban rukun mirë, prishet namazi. Prishet namazi. Thot pastaj kur ngritesh për rukus, thuaj semi Allahu liman hamida, dhe drejto mirë, mos u gut me ra poshtë. E pastaj Allahu Akbar në sejdë ka dal, pastaj ta vazhdoi namazin. Tu e patëm argumentin te ç'është lidhmi në namaz. Pra nuk ka namaz pa tekbirin e parë. E pastaj ku i çon durt, ai çon te vesht, ha? Ai ul pak më poshtë, a pak më poshtë, o çështja jotja kjo ka ardhur pejgamberit, nën me dhëbën anë fi i ngrit me durt nalt. Dhe po neve a ditë është i sakt dhe nuk ka pikë dyshimi këtë çështje. Pastaj vëllezër të dashur rrimi në kam. Ata të cilët janë të sëmur, kanë probleme shëndetësore, preferohet që tekbirin të paktën me ban kam. Ata që smujnë me nejt namaz, preferohet për ta që të paktën tekbirin e parë me marrë në kam, e pasaj më ullë. Po nëse smujnë edhe kështu, s'ka problem, edhe ullë falu. Allahu shë edhe nin, dhe namazin e bojnë për Zotin e madreshëm dhe ajko me vlerësu, jo njëri. Në veç po flasmi çka është rregull, por ndryshe Zoti më drejtëm e din se çka ndodh nëse me namazin tonë. Pastaj vëllëzërimin kam, dhe ky qëndrimin e kam është kushti i dytë i namazit. Dhe në xhumën e ardhshme do t'i shpjegojmë rregulla të tjera, po unë po e përfundoj për shkak se t'ju njoftoj të dashur vëllëzër se me lenë e Zotit të madreshëm në sante hymë në muajin e bekuar Ramazanin, dhe Zoti madhreshëm e ka bën farz, e ka bën farz agjërimin dhe e ka bën prej simboleve, suneteve të mëdha të Islamit e namazin e Taravis. Unë shfryzoj rastin në radhë parë t'ja uroj juve dhe gjithë ummetit, popullit në përgjithësi dhe ummetit Resulullah këtë muaj, duke lutur Zotin e madhreshëm që të na mundson të agjerojmë dhe të përfitojmë për këtij muaji dhe të zbret mëshira e Allahut për neve në këtë dunja dhe në botën tjetër. Dhe t'ju njoftoj se sonte namazi Taravis falet ora 7. Sonte namazi Taravis në këtë xhami falet ora 7
Ndërsa pen nesërmit taravia falet ora 8. E kemi shtyp për shkak që me pas hapësirë mas iftarit me pushu njerëz, vinë për pune, kanë qenë me pushu, edhe me arë me falë namazën taravis. Kati i dytë në këtë xhami ku po flasmi, kati i dytë është i rezervuar për gjinin femrore. Ata që vinë më falë me familje, kati i dytë nalt është komplet për gjinin femrore. Kur të hymi në abor të xhamis, ka ana minarës, anena janë banjot e gjinis femrore. Edhe jashtë Ramazanit s'ka nevojë me shku anena. Kënena i kena na, burat i kanë banjot e ardesane shumë e radhë. Ajo është ekstra për gjinin femrore. Ata që dojnë me arë me familje, edhe unë ju kësha preferu, ju kësha ftu, që ta shfrytëzoni këtë muaj në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe të vini në xhami me familje, të vini në xhami edhe me fëmijë, mirë po, të fëmijë duhet me pas kujdes. Që ju me pas në kontroll se cili fëmijë e vet që e bie këtu. Me pas kontroll, mos me lanë, me bozhur, me prish namazin. Ata që i kanë për një 7 vjet, Resulullah i ka marrë në xhami. Sepse aty fillon me kuptu çka sillet në aspektin social. Disiplinën, rregullën kështu me radhë. Pra, dhe për çdo natë para yacis, para taravis në fakt 10-15 minuta, me lejnë Allahut Azza wa Jall do ta shpjegojmë ka një hadith ose ajet që ka të bëjë me çështjet të përditshme të tunat, në mënyrë që t'jap mi hakin këtij muaji, dhe është Zoti i Madhërisht na vëdison gjithëve. Vëllezërit e dashur, do të flasim për agjërimin vetëm për sjellja mas pari vetës dhe familjes. Ai i cili humb në Ramazan, ai kur s'ka me fitu botën e përjetshme. Ai i cili lëshon këtë shans, edhe me jetu miliona vjen këtë dunja, më nuk ka mundësi me arrit çfarë. Ka me humb shumë. Andaj sante bindë veten, na dhe gjithë, dhe ti përkushtohemi Zotit të Madhërisht. Ta shfrytëzojmë këtë muaj me familje, me fëmijë e kështu me radhë. Pra, këto janë disa rrjedha shkurta që do të flasim inshallah edhe për natë në taravi, dhe sa për informim, do të ketë raste në taravi ku do të kemi musafir hoxhallar të ndryshëm, dhe ndoshta unë personalisht në 6 taravi nuk do të jem, për shkak që kam obligime jashtë vendit, por sigurisht do të vinë hoxhallar në atë ditë kur mungoj unë, do të vinë hoxhallar më të mirë se sa unë, dhe do të shpjegojnë për dinin Allahu subhanahu wa taala. Por rregullat do të vënë e njëjtë. Zoti ju shpërbleft, ju dhash forcë kuraju, e zbrit rahmet në juve, familjet tuaja dhe në gjithë ummetin, dhe inshallah hymi faqe bardhë në këtë muaj dhe faqe bardhë dalmi prej këtij muaji. Wassalamu alaikum. Esti për para xhamat.